Leonard Duka ka mohuar faktin se ka organizuar atentatin ndaj Santiago Malco si hakmarrje për dhunën ndaj babait të tij. Duka shprehur në gjykatën e posaçme se jati i tij nuk është fyer dhe goditur nga askush. Nuk kemi pasur asnjëherë konflikte as unë as familja ime. Çuna të rinj jemi zënë, jemi grip, se ty nuk të ka ndodhur ndonjëherë të zihesh. Kjo punë nuk ka lidhje me ngjarjen. Nuk e di sa herë është zënë vëllai im rrugëve. Sherrin e vëllait, Erlisit, e ka marrë vesh nëpërmjet robëve të mi se isha në Gjermani. Mora vesh që vllai është zënë për çështje pse më shef. Në dieni për vllain më vuri babi. Me vllain nuk komunikova dot se u fut në burg, pastaj në gjyq. U shpreh Duka, babai tuaj ka ndodhur diçka? Nuk ka pasur babai as fyerje, as goditje nga askush. Nuk e di me se është marrë Santiago Malco. Kisha 3 vjet pa e parë. Kur e takova nuk isha vetëm e të. Shoku i përbashkët ka qenë Ervis Martinaj. E kam pasur shok prej 15 vjetësh. Jemi ndarë në 2017 secili në punën e vet, por e kam ruajtur respektin për të. Unë kam pasur bizneset e mia, ai të vetat, edhe ai ka pasur bastet e veta. Nuk e di me se është marrë. Pasi u ndam nuk e di çka bër. Nuk kemi pasur asnjë marrëdhënie borxhi. Kur jemi takuar herë të tjera, nuk kemi qenë bashk, por me miq të përbashkët. Nuk u ambaj mendemrat. Jemi takuar nëpër klabe lokale. Santiago dhe Visi di që kanë qenë shok, thot Duka.